Ka momente kur lutesh me gjithë zemër dhe gjithçka që dëgjon është heshtja. Asnjë shenjë, asnjë përgjigje, vetëm net të gjata dhe pyetje që të rëndojnë shpirtin. Dhe pikërisht atëherë, shumë njerëz fillojnë të besojnë se Zoti i ka harruar. Por, po sikur heshtja të mos jetë mungesë, po sikur prapa kësaj heshtjeje të fshihet diçka shumë më e madhe nga sa mund ta imagjinosh. Nëse kjo video të doli sot, ndoshta është koha të kuptosh pse Zoti ndonjëherë hesht para një mrekullie. Ka një dhimbje që vetëm ata që kanë pritur qatë e kuptojnë. Është momenti kur lutesh çdo natë, kërkon një shenjë, një ndryshim, një përgjigje, por gjithçka mbetet njësoj. Ditët kalojnë, problemet vazhdojnë dhe zemra fillon të lodhet nga pritja. Shumë njerëz në këtë fazë fillojnë të mendojnë se Zoti nuk po i dëgjon më. Ata shohin jetën e të tjerëve duke ndryshuar, ndërsa vetë ndihen të bllokuar në të njëjtën errësirë, dhe sa më e gjatë të bëhet heshtja, aq më e rëndë bëhet frika brenda tyre. Por ajo që shumica nuk kupton është se heshtja shpesh është pjesë e procesit. Ka periudha kur jeta duket e ndalur, ndërsa në prapasken gjërat po lëvizin ngadalë. Ka ndryshime që fillojnë larg syve tanë, ka dyer që po përgatiten të hapen në momentin e duhur. Ndonjëherë, mrekullit nuk vinë menjëherë, sepse shpirti duhet të përgatitet më parë për atë që po vjen. Kur Zoti hesht për një kohë të gjatë, njeriu fillon të përballet me veten. Fillon të shoh plagët që për vite i ka fshehur. Fillon të kuptoj sa shumë frikë mbante brenda, sa shumë dhimbje kishte grumbulluar në heshtje. Në fillim kjo periudhë duket si dënim, si një errësirë pafund, por me kalimin e kohës, shumë njerëz kuptojnë se pikërisht ajo heshtje i ndryshoi nga brenda. Ata filluan të bëhen më të fortë, më të qetë, më të vetëdijshëm për jetën dhe njerëzit përreth tyre. Ka gjëra që nuk mund të mësohen në kohë rehatie. Disa mësime lindin vetëm në netët kur zemra thyhet dhe shpirti ndihet vetëm. Dhe ndonjëherë, heshtja e Zotit nuk vjen për të larguar, por për të transformuar në dikë që mund të mbaj bekimin që po afrohet. Sepse disa mrekulli kërkojnë një version të ri të njeriut, një zemër më të fortë, një shpirt që nuk thyhet më lehtë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse po kalon këtë periudhë tani. Shumë njerëz presin që mrekullit të vinë me zhurmë. Ata imagjinojnë një ndryshim të menjëhershëm, një shenjë të madhe, një moment që ndryshon gjithçka brenda natës, por shpesh gjërat më të rëndësishme fillojnë në heshtje. Fillojnë me ndjesi të vogla që nuk arrin t'i shpjegosh, me një qetësi të çuditshme që shfaqet papritur në mes të kaosit, me një derë që mbyllet pa arsye, me njerëz që largohen nga jeta jote në momentin më të papritur. Dhe megjithse në fillim kjo dhemb, më vonë kupton se disa largime ishin mbrojtje, disa vonesa ishin shpëtim, disa heshtje ishin përgatitje për diçka që ende nuk mund ta shohësh. Ka periudha kur jeta duket e ngrirë, por në realitet gjithçka po lëviz në drejtimin që duhet. Dhe ndonjëherë, shenja më e madhe që mrekullia po afrohet është fakti që pavarësisht gjithçkaje ende nuk je dorëzuar, sepse ka një forcë brenda teje që vazhdon të të mbajë në këmbë, edhe kur mendon se nuk ke më fuqi. Ka momente kur jeta fillon të shembet në mënyrë të heshtur. Gjëra që dikur të jepnin siguri fillojnë të largohen. Plane që kishe ndërtuar me vite zhduken papritur. Njerëz që mendoje se do të qëndronin pranë teje, largohen pa paralajmërim. Dhe në ato çaste, njeriu fillon të pyes veten: pse po ndodhe gjithë kjo? Shumë njerëz mendojnë se kjo është fundi, se Zoti po i ndëshkon, se gjithçka po shkatërrohet pa arsye. Por ndonjëherë, ajo që po thyhet nuk erdhi për të shkatëruar, por për të hapur hapësirë për diçka më të madhe. Ka gjëra që nuk mund të hyjnë në jetën tënde derisa të largohen ato që po të mbajnë të bllokuar. Dhe megjithse tani nuk e kupton, një ditë mund të shohësh pas dhe të kuptosh se disa humbje ishin në të vërtetë fillimi i shpëtimit tënd. Mrekullit nuk lindin gjithmonë në periudha paqeje. Shpesh ato lindin në momentet kur gjithçka duket sikur po coptohet. Ka net kur njeriu luthet aq shumë se nuk di më si të lutet. Zemra bëhet e rëndë, mendja mbushet me frikë, dhe shpresa që dikur dukej e fortë fillon të dupsohet ngadalë. Në ato momente, shumë njerëz fillojnë të mbyllen brenda vetes. Ata buzëqeshin para të tjerëve, por në heshtje ndihen të humbur.
Dhe pjesa më e vështirë është se askush nuk arrin ta shohë betejën që po zhvillohet brenda tyre. Por pikërisht aty ndodh diçka e rëndësishme, sepse edhe kur ti mendon se nuk ke më forcë, shpirti yt vazhdon të luftojë. Ka një pjesë të vogël brenda teje që refuzon të dorëzohet. Dhe ndonjëherë ajo shkëndijë e vogël është gjithçka që nevojitet për të kaluar errësirën. Shumë mrekulli fillojnë pikërisht kur njeriu mendon se gjithçka ka marrë fund, jo sepse dhimbja zhduket menjëherë, por sepse brenda shpirtit fillon të lindë një forcë e re që më parë nuk ekzistonte. Dhe ndoshta sot, edhe pse nuk e kupton ende, po kalon periudhën që do të bëjë më të fortë se kur më parë. Shumë njerëz kërkojnë një bekim, por nuk e kuptojnë se para bekimit vjen përgatitja. Dhe ajo përgatitje shpesh nuk është e lehtë, sepse ka pjesë të vjetra të jetës që duhet të bien, ka plagë që duhet të shërohen, ka frikra që duhet të thyhen. Ndonjëherë Zoti hesht, sepse po të formon në heshtje. Ashtu si ari kalon në zjarr për t'u pastruar, edhe shpirti i njeriut kalon në për periudha të vështira për t'u bërë më i fortë. Në ato momente, ti mund të mendosh se je i harruar, por në realitet mund të jesh më afër transformimit më të madh të jetës tënde se sa e imagjinon. Ka njerëz që sot jetojnë në paqe, por askush nuk e di sa net kanë qarë në heshtje. Askush nuk e di sa herë menduan të dorëzoheshin, dhe megjithatë, ishte pikërisht ajo periudhë që i përgatiti për jetën që kanë sot. Ndoshta edhe ti po kalon nëpër këtë proces tani, dhe ndoshta heshtja që të frikson sot është vendi ku po lind versioni më i fortë i vetes tënde. Ka raste kur, pa e kuptuar pse, fillon të ndjesh se diçka po ndryshon. Problemet mund të jenë ende aty. Jeta mund të mos ketë ndryshuar plotësisht, por brenda teje lind një ndjesi e çuditshme, sikur shpirti po merr frymë ndryshe. Shumë njerëz e përjetojnë këtë para një ndryshimi të madh. Është sikur errësira fillon të humbas forcën. Frika nuk kontrollon më gjithçka, dhe megjithse ende nuk sheh përgjigjen që ke pritur, zemra fillon të ndjejë një qetësi të vogël. Kjo ndodh sepse mrekullitë shpesh afrohen në heshtje. Ashtu si agimi që fillon shumë përpara se dielli të shfaqet plotësisht, edhe ndryshimet më të mëdha fillojnë shumë kohë përpara se ti t'i shohësh me sytë e tu. Ndoshta kjo është arsyeja pse ende vazhdon të ecësh përpara, sepse thellë brenda teje ekziston një pjesë që e ndjen se historia jote nuk ka përfunduar ende. Mos haro këtë. Shumë njerëz u dorëzuan pak para momentit kur jeta e tyre do të ndryshonte përgjithmonë. Pas shumë kohe, shumë njerëz shohin pas dhe kuptojnë diçka që nuk arrinin ta shihnin gjatë dhimbjes. Zoti nuk ishte ikur kurrë. Heshtja nuk ishte braktisje, ishte përgatitje, ishte mbrojtje, ishte një rrugë që po ndërtohej ngadalë, ndërsa ata mendonin se gjithçka kishte marrë fund. Dhe ndoshta një ditë edhe ti do ta kuptosh këtë. Do të shohësh se disa dyer u mbyllën për të shpëtuar. Disa njerëz u larguan sepse nuk mund të shoqëronin në destinacionin tënd të ri. Disa vonesa ndodhen sepse koha e duhur ende nuk ishte ardhur. Por gjëja më e rëndësishme është kjo. Edhe në netët kur ndiheshe vetëm, nuk ishe vetëm. Ka një arsye pse ende po lufton. Ka një arsye pse zemra jote ende kërkon dritë. Dhe ndoshta kjo video u shfaq sot, sepse shpirti yt kishte nevojë të dëgjonte se mrekullia që po pret mund të jetë më afër nga sa mendon. Nëse kjo video preku zemrën tënde, shkruaj në komente. Unë do të vazhdoj të besoj, sepse ndonjëherë besimi që mbijeton në heshtje është forca më e madhe që një shpirt mund të ketë.